Përshëndetje, sot kam vendosur me përgatit një recetë shumë të mirë, e lehtë, e shpejtë, me pak harç, bëhet e mirë, e shishme, e butë, veç përgatitna. Po fillojmë me përgatit brumin. Për ta përgatitur recetën për sot, na nevojiten 6 vezë, të cilat kanë qëndruar në temperaturë dhume. Këtu shtojmë 2 gota me sheqer. Gotën që po e përdori është 200 ml. 2 pako me sheqer vanilje. Vazhdojmë i përzim mirë sheqerin me vezët gjithmonë derisa të shkumojnë edhe të formohet një shkumë e bardhë. Tash varet çfarë mikseri keni me përdor, edhe koha se sa ju duhet, po 3-4 minuta besoj mjaftojnë për ta përgatitur këtë recetë. Pasi vezët kanë shkumuar, shtojmë 4 lugë të gjellës me nisishte. 4 lugë të gjellës me kokos. 2 pako me pluhur për pjekurina ose peciv. Edhe qumshti nuk do të mungoj në këtë recetë, 400 ml qumsht. I përzim pak. Edhe në fund shtojmë miellin, 2 gota me miell. Gotat nga 200 ml, por nëse shikoni që brumi po ju mbetet i holl, mundeni me i shtu edhe pak miell. Gjithashtu në fund 5 lugë të gjellës vaj. Pra miellin do ta kontrolloni. Nëse ju duket që po ju duket brumi shumë i holl, mund t'i shtoni edhe 2-3 lugë të gjellës, pra derisa të trashet brumi, sepse gjithmonë varet edhe nga vezët që do t'i përdorni, pra madhësia e vezëve. Tepsien e kam lyer me pak margaren, e shtrojmë brumin edhe tash do ta shtij në furrë të paranxehur në temperaturë 150 gradë për 20-25 minuta. Do ta kontrolloni derisa të pjeket mirë. Pasi është pjek, do ta shpojmë në disa vende, do ta lë pak të ftohet, pastaj i shtojmë qumsht, 300 ml qumsht. Unë ja shtoj kështu me tëhmen, sepse më veç jam mësuar me përgatit këtë recetë. Pastaj mbi për me dhënë shije më shumë, shtojmë pak marmeladë ose pak reçel. Unë e pata këtu pak reçel të dredhëzës edhe e blendova pak me blender edhe po ja shtoj mbi. Mandej mund t'i shtojmë edhe pak kokos mbi, që t'i japim shije edhe më shumë. Tortës për sot është e mirë e shishme, sidomos për me kafe të kënaq, përgatitet lehtë, shpejt edhe ju shijon shumë. E lam që të ftohet mirë, pastaj e provojmë. Pra ka ëmbëlsirë për më shumë persona, nuk e di këtu dalin shumë kuleç, edhe shikoni se sa e mirë brumi është bë, edhe bëhet e butë, bëhet e shishme. Provoni, pastaj na shkruani në koment nëse e keni përgatitur recetën ose jo, a ju ka pëlqyer kjo recetë ose jo, si dhe tregoni se cila do të ishte receta e radhës që duhet ta përgatisim. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.